Të nderuar vëllezër, sot vendosa që para jush të flas për një temë me titull "Ath-Thabat", qëndresa, apo qëndrimi stabil në fenë Allahut Dhul Jalal. Normalisht e keni të qartë porosin dhe mesazhin që mund ta nxjerrim nga ky titull dhe kjo temë. Ajo është se jeta e besimtarit është mes peripetive të ndryshme, mes goditjeve të lloj-llojshme, mes situatave të ndryshme. Herë përjeton të mira dhe begati, e herë përjeton të telashe dhe vështirësi. Por ti si besimtar duhesh të mbetesh i paluhatur në rrugën e Allahu Gjellëshanu, në atë rrugë e cila çon drejt Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu i cili është në rrugën e tij nuk e ka gajle se çka e godet atë në këtë rrugë. Se e din që çdo send që e godet i paguhet nga Allahu Dhul Jalal. I paguhet në dunja dhe normalisht që i paguhet në ahiret. Mirë po, problemi është se njerëzit, pasi që nuk janë të mbushur me iman aq sa duhet, apo te dikush imani i tij është falsifikat, edhe kur futet në zjarr e testohet ari, derse atje shumë pak ka ari, shumica është ngjyra të ndryshme ose melmesa të ndryshme ose përbërje të ndryshme që e paksojnë vlerën e arit. Tani ata që mirën me ari na tregojnë se pas ka një lëng që nga i ngjashëm si ar, si altan. Edhe përzin altanin me të dhe bëjnë gramazh. Mirë pa e nuk është altan. Të shkup kanë një njeri që e bën këtë punë e testimin e altanit. E merr altanin, ja çon ti dhe ta bën ndamjen. Kjo është altan 24 karat, kjo tjetra është bakër apo është një lloj melmese arova që kishte emrin. Edhe që këto telashe dhe vështirësi dhe sprova dhe goditje dhe sulme janë çajo laboratoria ku e tregon kush është altan për një me dhe kush është altan falsifikat. Kush është besimtari i vërtet, i cili është i paluhatën besimin në Allahun Dhul Jalal dhe ai i cili ka probleme. Pra çka do të themi disa fjalë me lejen e Allahut në këtë temë. Për kujtim për mua dhe për ju, dhe normalisht dëshirë që të gjithë ne të jemi stabil në fenë Allahut dhe mos të bim preh e sulmeve që bëhen të orkestruara fatkeqësisht nga qarqe, do të thotë brenda popullit ton, mirë po që ja bëjnë të keqen popullit ton. Nis për njerëzve të popullit ton, e bëjnë njerëzit nga populli tjetër me qëllim të dëmtohet populli. Mirë po me lejen e Allahut Dhul Jalal i drejti, edhe nëse vun do të fiton me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ku flasim për qendresen, e kemi për qëllim vazhdimsi në rrugën e udhëzimit. Se sa ai mundohet, për shembull, një muj thot ta jap çeket, bënu me mu. Ti thu, jo, unë me të keqen nuk bona. Jepëm çka dush. Çka dush jepëm, nuk bona me të keqen. Se nëse kam nevojë me votu për Serbi, shkoj në Serbi, s'kam nevojë këtu me ia dhon votën dikujt. Shkoj drejt Serbi dhe votoj për serbë. E dikush që lun lojën e serbëve, edhe pse ka emrin e shqiptarëve, le të jep çka të jep, s'ke nevojë ti me kon me të. E kur e shef se ti i thu jo, vazhdimisht ofertave të ndryshme të atija, ai mundohet atëherë me flak, me zjarr, me goditje, me sulme. Nëse edhe ati mbetesh ti i paluhatun, atëherë me lejen e Allahut Dhul Jalal ti ngadhnjen në dynjë dhe ngadhnjen në ahiret. Plus asaj, kur e kemi parasysh se një besimtar me vete ka Allahun Dhul Jalal, për dallim për atyre munafikave që nuk kanë me vete Allahun, sepse ata Allahut i bëjnë birë. Edhe ai që thotë që Allahu ka birë, edhe pse ka emrin musliman, ai s'mundet me pas me vete Allahun Dhul Jalal. Sepse Allahu në Kur'an thotë, do të qahen qejt, do të shemben kodrat për shkak se dikush thotë që Allahu ka fëmijë. Qahen qejt, shembe kodrat nga fjala që thot dikush se Allahu ka fëmijë. Edhe nëse kaq trishtohen qejt dhe toka nga kjo fjalë, normalisht që Allahu Dhul Jalal nuk e ndihmon atë. Andaj pastaj ngjit parolla ju ngjat jeta. Domethënë me bë dua se s'mundet ai me fitu për një me, tash me bë dua për të ngjat jeta atij që është tiran dhe diktator. Do thot kjo është jeta dhe peripetit janë këto, andaj vazhdimësia në rrugën e udhëzimit është qendresë. Ti kem parasysh konsekvencat, pasojat që vijnë nga qëndrimi në këtë rrugë është qendresë. Vazhdojmë në rrugën e hajrit, vazhdojmë ta shtojmë hajrin,
pa marrë parasysh shka na godet në këtë rrugë të hajrit, është qendresë. Do të flasim për eculit vazhdueshme drejt Allahu subhanahu wa taala. Normalisht qendresa ka forma të ndryshme. Do i përmendi disa forma që ka përmendur Allahu xhalla xha në Kur'an. Për shembull, qendresa në betejë, në luftë, është shumë në rëndësi me kon i qëndrueshëm, sidomos në momentet e para. Nëse Allahu të ndihmon ti bësh ballë sulmit të parë, dytin edhe tretin e ki malet me lejen e tij. Nëse dështon në të parën, ku për ty? E humbe këtë betejë. Thot Allahu Kur'an se pejgambert edhe besimtarët përgjithësi kanë bërë një dua, e cila ka qenë Rabbena ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, o Zot, na i fal gjunahet tona, na i fal te i kalimin e kufive në veprimet tona, wa thabbit aqdamana, dhe na i forco këmbët tona. Dua e pejgamberëve, dua e njerëzve të sinqertë, dua e besimtarëve, o Zot, na i fal gjunahet edhe na i forco këmbët në rrugën tonë. Gjithashtu, ushtria që ishte në krahun e Talutit, e cila luftonte kundër ushtrisë së Xhalutit, gjithashtu thot Allahu në Kur'an, walamma barazu li Xhaluta wa junudihi, kur ushtria e Talutit, ushtria islame asaj kohe, u ballafaqua me Xhalutin dhe ushtrinë e tij, qalu muslimanët, Rabbena afrigh alejna sabran, o Zot, na mush zemrën me sabër, wa thabbit aqdamana, dhe na i forco këmbët. Pra kjo që nga dua e besimtarëve, andaj edhe na vazhdimisht duhet me bë dua që vazhdimisht Allahu xhalla xhanu na e forcon këmbët. Kurse ummetit islam, Allahu dhul xhelal i ka thonë, ja ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu, o ju besimtar, kur takoni me të tjerët, qëndroni dhe mos u dorëzoni dhe mos ikni mbrapa. Dhe për këtë çkat, për mëkateve të mëdha në fen ton është ikja nga fronti dhe betejë. Fronti dhe betejë është lloj-lloj. Nuk është vetëm ajo e pushkës dhe gjakut. Edhe kjo është front dhe betejë. Fronti i lapsit, fronti i librit, fronti i kulturës, i edukatës, i thirrjes në fe të Allahut, i demaskimit të kotës dhe të rënshmes, i tregimit të saktë dhe të vërtetës. Kjo është front dhe betejë. Andaj nuk duhet me ik nga fronti i betejës, ku ki me kallzu hakun si hak e batilin si batil. Let kushton sa të kushton. Spaku për ne hoxhallarët, kjo është obligimi kryesor, që na të bardhës me thon e bardh, edhe të zezës me thon e zezë, sepse këtë ja kemi dhënë bes Allahu dhul xhelal. Me sharu hakun, dhe nëse dikush mundohet me na ble, ashtu sikur se kanë ble të tjerët, atëherë e humbin këtë epitet të hoxhallarëve të Zotit dhe bëhemi hoxhallar të shejtanit. Andaj sahabët, atëherë kur i bënin hendeqet në betejën e Ahzabit, u patën bë këtë plun, thoshin laula anta mahtadina, po mos ishe ti o Muhammed nuk do të udhzoheshim. Wala tasaddaqna wala sumna wala sallayna. E as të gjepnim sadaka, as nuk do të agjëroshim, as nuk do të faleshim. فأنزل السكينة علينا نازبرت كتسين بنا وثبت الأقدام إذ لقينا لنا يفرطوا قامت كتاكوا من مالميكم تون إن الآل قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا سبت فاميليا يون ينشوكون رانيش أكل دين أدات ناس پروين نرفوزين شتو كان فون صحابة البيغمبر صلى الله عليه وسلم ditën më të vështirë që e kam pas në jetën e vet, ditën e Ahzabit, betejën e Hendekut. Lexojni historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të pasur çfarë vështirësi kanë patur ata. Që të kuptoni se sot muslimanët as 1% për asaj që janë sprovuar ata nuk sprovohen. Por i kanë thonë këtë fjalë. Dhe janë lutë Allahu dhul xhelal që t'i forcon rrugën e tij. Pasi që problemi i qendresës është çështje që vazhdimisht e angazhon besimtarin, e angazhon mendjen e tij. Është pjesë përbërëse e duajave të tia. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë bante duan, e cila ishte ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o ti që i ndron zemrat e njerëzve. Deri dje me neve në xhami, sot më nuk vjen ta mush xhamien me xhamat. Deri dje me neve në namaz, ai sot namaz nuk bën. Deri dje me neve në dhikr, ai më dhikr nuk bën. Deri dje me neve në